Nga se muslimonit kur i bjen dhe një musibet, çka thot? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Çka do të thot inna lillahi? Çka do të thot kjo? Inna lillahi, ne jemi të Allahut. Po be, ne jemi të Allahut. Evladi jon është i Allahut. Pasuria jon është e Allahut. Dora ime është prona e Allahut, jo e imja. Prandaj nuk kam drejt ta dënoj vetveten, nuk kam drejt ta dëmtoj. Duhet ta ruaj trupin se e kam emanet për Allahu dhul xhelal. To mos e ngarkoj me punë fizike tepër. To mos e ngarkoj me derte, me gajle tepër. To mos e pi alkoolin se është i dëmshëm. To mos e pi duhanin se gjuna to mushkënit e pastra, i rije, pse i bën me ty mos. Emanet i trupin ton e ke emanet për Allahu dhul xhelal. Pra kjo do të thot inna lillahi, ne jemi të Allahut, wa inna ilaihi rajiun, ne ati do t'i kthehemi. E çka do t'i kthehemi? Pra do t'i kthehemi nëse kemi duru, kemi bo sabër, do të marrim shpërblimin. Po që se nuk kemi duru, atëherë nuk i kemi punën mirë, se nuk kemi pajtu me ato çka ka desh Allahu dhul xhelal. Ju e dini Sa'd ibn Waqas radhiyallahu anhu, ishte njeriu që ju pranoshin lutjet. Allahu ja bën të kabul duaja. Tha ja Rasulullah, lutë Allahu dhul xhelal të më bën për atyre që pranohen duajat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, unë do të lutem që ty të pranohen lutjet, po edhe ti ndihmoj vetvetes. Me çka ja Rasulullah? Tha tib me ta'amaka takun mustajabud da. Tha haje ushqimin të pastër. Ke kujdes çka je të hangër, o Allah. Ke kujdes çka hanë, çka pin. Nëse don të pranohet duaja, duhet kemi kujdes në sofrën tonë. Tha tib me ta'amaka takun mustajabud da. Sa'd ibn Waqas radhiyallahu anhu ju pranofte lutja. Në moshën 80 vjeçare ju ndal drita e syve, nuk shifke. Shkoj në Mekë, a gjej dulën përpara disa musliman të Mekës që ta shohin Sa'd ibn Waqasin, daja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë, daja i pejgamberit Sa'd ibn Waqasit, të cilit i pranohen lutjet. Ka pas cilësi tjera në jetën e tij që premton koha. Kur e pa Sa'd ibn Waqasin pasi ju erdh keq, tha no Sa'd, po ty të pranohen lutjet. Pse nuk i lutesh Allahu dhul xhelal të ta bjen dritën e syve? Lutje Allahun. A dini çka tha? Kjo çka ka bo Zoti e ka bo me dëshirën e vet. Ato çka ka vendos Allahu e du më shumë se drita e syve të mi. Unë e du dritën e syve, por Allahu don mu kështu të mlen pasy. Unë pra e du ato çka ka desh Allahu dhe nuk i lutem. Me kon diçka tjetër për dikën ta i lutem, ama ti thom o Zot. Ma jep dritën e syve, vinë subhana. Lutja është lejoha, duhet të bëjmë lutje. Po ki aq larg ka shku në raport me Allahun dhul xhelal, sa që ka thonë, ajo çka ka vendos Allah, ka deri Zotit, por mu është më dashur se drita e syve. Subhanallah. Wa ilaihi rajiun, ati do t'i kthehemi, do të shpërblen për durimin. Ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahmeh, që këta meritojnë salavat mi rabbihim, salavat për Zotit, për Allahut. Salavati për Allahut, kur përmendet o vëllezër të dashur në Kur'an dhe në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi ka thonë, kush çon një salavat mbi mua, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kush çon një salavat për mua, Allahu atij ja çon 10 salavat. E ne ku i thom salat? Salatemi Allahumma salli ala Muhammed. Pa Allahu dhul xhelal, si çon salavat për ty kur ti je sabërli, çon rahmet, magfiret. Allahu të bën magfiret. Me laqet për ty bëjnë istighfar. Pra salavati Allahut është magfiret i ti. Ulaika alehim salavatu min rabbihim wa rahme. Këta meritojnë faljen e Allahu dhul xhelal dhe mëshirën e tij. Wa ulaika humul muhtadun, dhe këta janë ato që janë udhëzuar në rrugën e drejtë. Allahu na udhëzoft ya rabbel alamin.